Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhreshëm e falenderojmë lavdet dhe bekimet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi. Hoxhë nderuar Refet, familja nderuar Zaimi, hoxhallar të pranishëm dhe gjithë ju besimtar. Lutem Allahun e madhreshëm fillimisht që këtë varku e vendosëm këtë nanën ton, Allah e boft një bashkë për bashkëve të xhennetit. E lutem Allahun e madhreshëm që të gjitha mangësit dhe gabimet eventuale që mund t'i ketë çdo njeri, mund t'i ketë edhe kjo nana jonë, Allahu t'ja falë, t'ja bën afë dhe magfirat. E lutim Allahun e madhreshëm që këtë nanën tonë ta kaplon me mëshirën e tij dhe ta gëzon me shpëblimet e tij të mëdha dhe të begatshme, duke bë banore të xhenetit Firdaus inshallah taala. Lutem Allahun e madhreshëm që familjes së ngushtë, hoxhës Refetit, Azemit, Zahirit, familjes miqve, dashamirëve, Zoti sabrin dhe gajretin u adhasht. U aflladit zemrën me sabër, e kjo mërzi dhe ky pikëllim për ndarjen nga jeta e nanës së tyre, Allahu dhu xhelal inshallah për sabrin që bën i shpërblen. Të dashur vëllezër, na sot varrosëm një nanë besimtare, e cila është mundu që raportet me Allahun dhu xhelal të ketë në rregull, duke i kriju obligimet dhe detyrat e veta ndaj Allahut dhu xhelal. Ka qenë nanë besimtare e devotshme, është mundu me i kriju obligimet ka shi Allahut dhu xhelal, dhe atë e kemi pa na dhe kemi dëshmu me angazhimin e saj edhe në pleqëri që tjetë pjesë e ibadeteve që bëheshin në xhamia tona, sidomos në Ramazan, në namazin e natës. Po ka qenë besimtare e cila është mundu me i dhonë terbije, edukat islame e vladit vetë. Dhe elhamdulillah, njëni për djemve është bo hoxh, e tjertë janë besimtar, praktikant të fesë dhe kontribojnë në shërbimin e kësaj feje. Ishte non sabërlike dhe durimtare, me gjithë se Allahu e sprovoi duke a marrë një djalë të ri në ahiret, ajo e përbali këtë dhimbje, këtë mërzi me sabër dhe gajret. Andaj, u mundu që obligimin e saj nda familjes e vetë të kryin, ashtu si që e ka edukatën e vetë fetare. Po ka qenë besimtare e cila është mundu edhe tjerëve në kojshillok mundimu me atë sa ka pasë dhe me atë sa ka ditë. O vllazen, ndarja e kësaj nane nga dynjaja është mërzi për evlatët e vetë, por një kohësisht do të me qenë krenari, sepse ka qenë besimtare e devotshme, dhe shkon të Allahu me një bagazh të madh të veprave të mira. E na e lutim Allahun e madhëshëm që Allahu t'i pranon gjitha ato angazhime dhe vepra të mira për kësaj nane, e ta shpërblen me shpërblimet e të mëdhaja, e ta gëzon në këtë moment ku na e vendosëm në vorr, e rim e bëjmë dua për te që Allahu ta ndihmon të jep përgjigjet e sakta në pyetjet që i parashtrohen, e kur dhe e lëmë të vetmuar dhe shkojmë shtëpia tona, do e shoqëron inshallah punë e mirë që ka bë ajo, prej shahadetit, prej namazit, prej agjërimit, prej zeqatit e sadakas, prej haxhit e obligimeve që i ka kryer karshi Allahu dhu xhelal. Të dashur vëllezër, unë e maj mend dy momente. E para kur takoheshim në dalje nga namazi i natës në xhaminë e Isabeut, edhe e maj mend shumë mirë nga kujdesi i saj, megjithse kishte në moshë, u muneke me në animu e një vjetë në shtëpien tonë duke bo turshijat e dimrit, pa të ardhë me në ndimu, thjesht me të regu një kujdes për ne si hoxhallar. E këto janë veprat vogla në syrin tonë, po të Allahu kam peshë dhe vlerë, edhe ditën kur del para Allahu dhu xhelal, çdo vepër e mirë që është bo, ka me dalë për para dhe ka me egzu besimtarin. Ajo që i dallon brezin e vjetër o vllazni, dashnia e sinqert ndaj besimtarve, ndaj hoxhallarëve, ndaj ulemave, edhe kujdesi që mas vetet lanë trashëgimtar që kanë me vazhdu adhurimin e Allahut dhu xhelal. Ashtu si kurse kishte gale Ibrahimi a.s. i cili wala amanet e vladit vetë, ma ta'budune min ba'di, çka do adhuroni ju pas vdekjes time. Edhe andaj kujdesi tyre me dhonë edukatën islamet të fëmijët ka qenë nga kjo gajle, që në këtë familje të vazhdojnë brez pas brezi, të adhurohet Allahu dhu xhelal, të falet namazi
e të kryen obligimet ka shi Allahu subhanahu wa taala. Edhe normalisht këtë moment, këtë veprat e saj do të përfundohen, do të mbyllen. Ama veprat e mira që i kalon sa ka qenë gjallë, dhe për tyre përfitojnë njerëzit do vazhdojnë me shku se vapin varin e saj. E s'ka dyshim se kontributi i hoxhës Refetit, e kontributi i djemve tjerë në shërbimin e islamit, gjithashtu ka me vazhdu me shku në varë, sa të shërbejnë ata islamin dhe sa të punojnë ata për këtë fe. Të dashur vëllezër, vdekja sa është mërzi për familjen e kësaj grues, Allahu e mëshiroft dhe me xhenet e gëzoft, është këshill për na që jemi gjallë. Shifni na, sot kemi ardhur me përcjell këtë nanën tonë në këtë stacion të fundit të kësaj bote. Askush për neve s'ka garanci se ka me jetu deri në akşam, deri nesër, deri në fund të javës, deri në fund të Ramazanit, deri në fund të vitit. Secili prej neve një ditë për kësaj bote ka me dalë. Andaj është shumë me rëndësi që kur na qenë neve të varezat, kur të bojmë na xhenaze, e të vjen reni dikush me na përcjellë, me na shtin dhe, na përcjellë në këtë stacion të fundit të dunjos, na shtin dhe, duke pas mendim të mirë për ne, duke thonë fjalë të mira për ne, për shkak të mirave që kemi bërë sa kemi qenë gjallë. Edhe andaj o vllazni, lum për atë i cili e beson Allahun ashtu si duhet, e thot shahadetin pa ndërprej, e fal namazin rregullisht, e agjeron Ramazanin ashtu si që i ka hije këtij muajit, e jep zekatin ku shka me dhon zekat, e kryen haxhin ai që ka mundësi me shku në haxh, e s'ka dyshim se ku shkon te Allahu dhu xhelal me këto vepra të mira, pa bo shirk edhe kufër, pa bo veprime që ja shembin këto vepra të mira, shkon te Allahu duke qenë i kënaqur Allahu me te. E sigurisht edhe ky besimtar ka me qenë i kënaqur me Allahun dhu xhelal. Jeta që kemi në disponim është e shkurt. Shpejt shkojnë ditët, javët, muajt edhe vitet. Ashtu sikur se ky Ramazan vetë shkon 12 ditë, e jemi në ditën e 13. Ashtu edhe jeta jon ka me shku shumë shpejt. E lum për atë i cili e ka mush jetën me vepra të mira, edhe kur krejt na do mërzitemi për mungesën e tij, ai do jetë i gëzuar me shpërblimin që do e shef të përgatitur, të rezervuar nga Allahu dhu xhelal. E vllaznit ton, siç ka thonë ulemaja, bëre jetën tonë krejt si Ramazan, që fundi i jetës tënde të jetë bajram. E inshallah lutim Allahun e Madhëshëm që fundi i kësaj nanës tonë të jetë bajram për te, megjithse është mërzi edhe pikëllim për ne. E lutem Allahun e Madhëshëm edhe një herë këtë varr ku e vendosëm këtë nanën tonë, Allahu ta bën një bashkë për bashkëve xhenetit, gabimet eventuale që i ka pas Allahu t'ia bën af edhe magfirat, e Allahu e ka ploft me mëshirën e vet, edhe bof banorët e xhenetit Firdaus inshallah taala, e familjes së ngushtë edhe një herë lutim Allahun t'u afllëzi zemrën me sabër dhe gajret. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ta Allahu t'jemi dhe taj do kthehemi. Kështu është kjo botë, kjo dunja, si e ka fillimin e vet, e ka edhe mbarimin e vet. E lum për atë i cili e ka fundin e mirë, e mirë për atë i cili ndoshta mund ta ketë fillimin e mirë, po s'ka sabër, e lodhet, e dorëzohet, e pastaj vjen fundi i keq. Në këtë rast elhamdulillah që përcjellim një nom për në ahiret, duke shpresuar dhe duke lutur Allahun xhelal që ka pas një fund të mirë në këtë botë, me sprovën e fundit që ka pas në shëndetin e saj. Allahu xhelal inshallah ja ka falë ato mëkate që ka pas, e ka ngrit në grada të larta, e sot e gëzon me shpërblimet e veta. Allah shpërblet për momentin, walhamdulillahi rabbil alamin.